A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falenderojmë. Salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na bekojë në këtë ditë të xhumë, në këtë muaj të bekuar të Dhulhijhes, në këtë 10 ditësh para Kurban Bayramit. Allahumma amin. Vazhdojmë me temën e radhës, e cila është kujdesi i Islamit për pastërtinë edhe erën e mirë, ku kemi nga praktika pejgamberit alayhi salatu wassalam aq sa na mjafton të flasim për ta. Transmeton Buhariu se sahabët thojmë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa herë i është ofru nga dikush në erë e mirë, parfem, pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pranu apo nuk e ka refuzu. Gjithashtu ai e ka pas tradit që gjithmonë ka përdor misk, sa herë ka hyrë në shtëpi edhe ka dalë prej shtëpisë. Pra, jo veç kur ka dalë prej shtëpisë, po edhe kur ka hyrë në shtëpi. Edhe trupi i tij i ka ardhur era mirë, era miskut, por edhe durve tia. Domethënë e ka përdor parfumin ose miskun, se dallimi prej fjala misk është një lloj prej llojeve të parfimit prej më të mirëve, që do të jetë edhe në xhenet, edhe është në formë po e quaj kështu sapuni, që fërkohen me ta durt. Edhe ajo aroma ngjitet si lloj, nëse muj me thonë si lloj ynyre e butë, edhe mbetet era në ta, në dur. Po çdo lloj parfumi nuk ka problem çfarë do të qoftë ai. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk e ka kthy parfumin kur dikush i ka ofru, e ka marrë, ka pranu, ka qitë parfum. Edhe krejt e kanë ditë këtë gjë. Sa herë është afru ose ja ka kap dorën dikujt pejgamberi alayhi salatu wassalam, në dorën e tjetrit ka mbet era parfumit. Po ashtu transmeton se kur ka ecë Resulullah sallallahu alaihi wasallam rrugës, përveç që i ka përshëndet njerëzit që i ka taku, ja ka kap dorën, domethënë meshkujve, i ka përshëndet, edhe ka lëviz dorën. Edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lëshu dorën kërkujt, pa lëshu ai pare. Në shenjë respekti për ta. Edhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e tij, kur dy besimtar takohen edhe përshëndetin njëri tjetrin për dorë, thotë ato lëvizjet e dorës ja fshin mëkatet, apo i bin mëkatet. Në dy raste janë përmend, spaku për momentin po më kujtohen dy raste ku mëkatet i bin besimtarit nga trupi i tij. E para është kur e përshëndet vllaun musliman për dorë, jo femnën, jo gruan e huaj, jo çikën e huaj, por mashkullin. Besimtarët janë kujdesshëm në këto sene. Morali është moral, kufini o kufi, marrja është marrë, veni është ven, ku sa veni, nalesh. Ku veni, te kalon lëviz, deri të mrin të kufini kuq. Pra në rastin e parë kur dy besimtar, pse? Sepse Allahu xhaleshanu i do besimtarët të cilët këshirin me u afru, me u pajtu, mos me majti nati, urrejtje. Edhe dyta, thot kur merr abdes besimtari, pikat e abdesit që ka i bin nga trupi, qoftë nga krahët apo nga fytyra, që i bin tokë apo nga kamët, i fshihen mëkatet me çato pika të ujit. Por këtu një sqarim mos më u keq kuptu, nuk nën kupton kjo, sepse na kemi ndëgjuar nga disa njerëz që është keq kuptu ky hadith dhe kanë thonë ma mirë është mos më fshi pjesë e trupit të abdesit, se është ma sevap, bin gjënohat me pikat e ujit. Nuk duhet më kuptu në mënyrë bukfale kjo, për arsye se qëllimi është deri të terët. Tash, a e terët të pik
atëherë të e fshi me peshkir, s'ka lidhje. E rëndësishme, abdesi edhe të e fshi, atër të fshien gjunahet. Nëse pik atër të pik gjunahet, të pik uje, pikën edhe gjunahet. Por gjithmonë janë për qëllim gjunahet e vogla, jo gjunahet e mëdhaja. Pra kemi këtë keq kuptim të abdesi, mendojnë që du të me lanë mës me fshi, a kupton? Edhe, më thonë, kjo meselja parë, edhe e dyta, është, mendojnë që ma sevap është me marrë abdes me ujtë ftoftë se sa me ujtë nxehtë. Edhe kjo është keq kuptim i situatave. Po, pejgamberi alayhi salatu wassalam, ndoshta gjithmonë, ose 90%, ose 99% të rasteve, ka marrë me ujtë ftoftë, për arsye se ka qenë në një temperaturë që në parim, në shumicën e rasteve është temperaturë nxehtë, është kohë kur nuk ka nevojë me nxe ujin. A në Kosovë është ma sevap me marrë abdes me ujtë nxehtë, kur është ftoftë. E kur është verë, merr me ujtë ftoftë. Nuk ka lidhje me çfarë ujë, me rëndësishme, Islami e do lehtësimin mrena halallit. Nuk ka ma sevap me shku në kom në xhami nëse e ki kerën. Po ma sevap për shnetin, nëse pengon shneta, ki nevojë me ecë. Ajo mesele tjetër. Po me menu që ti ki mundësijat, po thirr dikush, hajde hyp jo se ma sevap, po shkojnë kom, jo mos shkon kom, hyp në kerr. Shfrytëzoj mirësitë e Allahut. Nëse ki mundësinë. Nëse jo, atëherë është sevap që po shkosh në kom. Pra, kthehemi te tema. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ja ka kap dorën dikujt, dorës ti, era mesk është transferuar edhe te tjetri. Kurse te fëmijët, Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka kap dorën, po ja u ka limu kokën. Edhe thot Enesi, sa herë kalon të afër neve, na limon të kokën dhe na jepte selam fëmijëve. Edhe thot, na vinte era mirë në kokat tona, era parfemi, era mesk. Edhe në koka era mesk. Edhe dyta, na vinke flad, se dora pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë fladitshme. Ka qenë fladitshme. Dora pejgamberit alayhi salatu wassalam ka qenë fladitshme. Meselja pastërtisë, pra jemi të folë për parfumin edhe pastërtinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Është sunet nëse ka mundësi besimtari me marrë abdes për çdo namaz, por nuk është patjetër. E rëndësishme është me pas abdes kur ai falet. Mundet 2 vakte, mundet 3 vakte, nëse ka mundësi edhe 5 vakte mi fal, nuk ka problem. Në parim s'ka problem. Por është koni kujdesshëm Resulullah sallallahu alaihi wasallam këtë pikë. Pastaj mirëmbajtja e rrobave. Është e vërtetë që pejgamberi alayhi salatu wasalam në esencë i ka pas rroba të vjetra, të shkyme edhe të kepme, me pej, me gjëlpan. Edhe Omer radhiyallahu anhu njeri ka thonë, ja Rasulullah, po vinë delegacionet e tjerë me nru, që të gjybën, që ka disa transmetime që 17 vene ka qenë qepur. Subhanallah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Omera, nuk e kënaqur që talom dunjon për ta, për qafirat, kurse ahireti jetë për neve. Por kjo nuk nënkupton që pejgamberi nuk ka veç alayhi salatu wassalam gjybe, e cila ka qenë e re, e bukur, e shtrajt, ku numërohet me sot me 1000 euro. I është dërgu dhuratë dhe ka vesh. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për dallim ka qenë i varfër, apo pse ka jetu si i varfër? Është se Resulullah nuk ka qenë i varfër, por ka jetu asket, se ka dash dunjon. Ka pas. Në parim, ka transmetime në Sahihun e Buhariut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushqimin vjetor për secilën prej grave të veta, familjes vet, e ka siguru për 1 vjet. Secilit. Përveç kur kanë qenë kohët, ka pas kohë
të shtira që krejt krizë ka qenë për gjithë. Por pejgamberi në parim, ushqimin, hajën, pijen, për një vjet i ka siguru për familjet e veta, pastaj ka vazhdu. E pejgamberi ka qenë i pasur, po me pasunin që ka pasur ka në asket, e ka dhonë sadak. Nëse ka mundësi mos me bo zhurmë atje nalt, ju lutëm, po na që orientani në ders. La hawla wa la quwwata illa billah. Vazhdojmë. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë asket jo që s'ka pas. Se asket mos me dash dujan është kur ti ki mundësi, ki parë se do dujan. I ki mundësijat e thjesht. Ama i ki, a i cili s'ka mundësi e thot unë jam asket. Ne i themi ja, se kena provu. Kur të bëjsh pare, kur t'i bëjsh sene, që atëre vërtetojme a i asket, apo të rritet menja. Ta shojmë. A i që ka edhe, që do më thonë, mi pas mundësijat, me e ble, kjerën e shtrajt, telefon e shtrajt, edhe mos mu livdu. Me e stjesht, mos me të rrit menja, mos me nënqmu kërkan. Ama jo ti, me qita ty, dëmanë 5, 6, 3, 4 telefona, në tavolinë edhe, me plas, deri sa dëvet, a i filoni ose qelsa dhe makinës, deri sa dëvet, sa ke ble. Se po ki qef me kalzu. Kur s'dëvet, këshyrni do të cilët e dojnë dunjon. Kur ta qëtë qelsin e kjerit në tavolinë edhe, a i plas deri sa ti thuti sa ke ble. Sa i ka qitë për me kalzu, sa ka ble. Më se pëtë ti hiq. Në funa e vetë ka me të kalzu, e mora që kaq, 1.000 euro. Sa i jeton për me u livdu, për me u... Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka jetu për me u lavdru. I ka dhonë njërit ka pas rast kur i ka ardhë dhurata me qindra dele, një lugin, ka marrë ka dhonë një njerit komplet. O çudit. Ka shku te populli vet, ka thonë o njerëz, shkoni te Muhamedi alayhi salatu wasalam se po i ke dhurata që mas asaj dhurate nuk tutesh prej fukarallëkut sa ti je gjallë, do të jep çat shumë sa ton jetën ti me çato pare ose me çat dhurat jeton si zotni, pa pas nevojë me punu. Gjithsesi kthehemi në temë. Ka qenë i kujdesshëm edhe pse ka pas mundësi me ecë, me teshat mira, me tjerë, e ka zgjedh, sepse edhe kur ka shku në qiell, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kur i është ofru ena me qumësht edhe me alkool, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka zgjedh qumështin, e cila është natyrshmëria e njerit. Allah ka kriju njerin me pi qumësht, sepse është natyra e njerit me ushqy me gjana halal. Ajo harami është, nuk është në natyrën e njerit, është e imponume prej jashtë. Pra ka dash thjeshtësinë. Edhe te pastërtia ka përmend pejgamberi alayhi salatu wasalam, po do koni kujdesshëm përveç guslit, edhe abdesit, edhe mirëmbajtjes së trupit, mirëmbajtjes së rrobave, ka përmend disa prej suneteve të pastërtisë, të cilat gjithmonë kanë qenë të krejt pejgamberët e Allahut, njëna prej tyre sunetia, me i bë djem sunet, sa më i vogël më mirë, më pastër, më lehtë, më pa komplikime, edhe jo masanena ka temperaturë, jo ka infeksion, e ban ditën e 7 sunet fëmin, hiç mos i baj gale krejt të sene. Nisen që Zoti ka thonë me ba, kur mos u tutni se ka dëmta, as mos thuaj është i vogël po mëdhimet. Jo, se ka një urtësi, vetë një mjek, ka një urtësi, ka një dobi, ka një fshetësi, sunetia. Deri kur du të me ba? Sa ma i vogël ma mirë. Por nëse për x arsye s'është ba, atër bëhet farz obligim i prerë në momentin që hyn pubertet fëmia. Në momentin që hyn pubertet nuk bën me lanë çka losh, është të hyn gjëna ai bashkë me ty. Si prind. Nëse kur të hyn pubertet bëhet përgjegjës i vetes vetë ma, i jetë përgjegjësia ati. Pastaj thash gusli i abdesi, pastaj prerja thojve, është prej suneteve të pejgamberve.
Prerja thojve. Sa mi prej thojt, kemi 2 lloj prerje. Lloji i parë është sipas nevojës, kur ti ki nevojë, 1 javë, 5 ditë, dikush, për shembull, ata që punojnë me mish, kasapët, i rritën më shpejt, edhe ka dikush që punon me gjëra të caktuara që rritën thojt më shumë, se ushqehen gishtat. Ata i prejnë më shpesh. Sipas nevojës. Por më larg ta që s'tu kanë bën sanet me i prej thojt është 40 ditë. Po flas. Këtu po du me treg vërejtjen për 2 sane. Këtu në Kosovë nuk është shumë e përhapur tek pjesa jonë e vendlindjes të Shqipnia, e jonë, ka njerëz të cilët e manë thonin e vogël të gatë. Nuk e di çfarë dobi është me majtë, opton si skifterit, si të Shqiponia, sa të thua ashtu. A din kusht urtësia. Kjo është gabim. Si ti ban 40 ditë du të më prej. Do më mas shumë ti nëse more për ma pasër heq haram është haram. Kalën haram mas 40 dite. Edhe dyta, mos kujdesin ndaj thojve të kamës. Vjen keq vllazni. Këta po e tham para kamerës. Ne kemi raste kur gra e burra, sidomos të gjinia femrore. Ma bëni Allah që po e tham këta. Mundohet apëton mi bua ato thojtë e mëdhaje se në kuqe, zi, lyje me 7-8 ngjyra, durve të kamëve katastrofë. Nuk ka hije një gruas, apëton mos mi pastru thojtë e kamëve, mos mi rregullu, ku thonë mos mi rregullu, mos mi prej. Pastërtia e një femnës shifët ndurë të në kamë të saja. Sikur se mi ja pas hangër qentë, ata thojtë që ashtu kemi edhe meshkë, kur në këtë që për thamë, kur të fale, dhe më pa qërapo, se ku e diqka, ti e shet që si rri gati nuk i prejnë thojtë, nuk kujdeset, nuk i takon besimtarit, më u gërdit tjetëri prej thojve ti. Kamës ose dorës, me majtë pasërtime, i majtë nivel që kjo është fej, kjo është din. Pastaj, mirëmbajtja pjesëve të trupit. Më la ma shpesh, se mundësijat janë me pastru gojen, mundësijat janë, nëse ki probleme me një dhamë, një diçka, sot në çdo qyshe ki stomatolog që mund me të rregullumës, me të ardhe era keqe gojës. Prandaj, vetëm është përmend era aroma, era keqe gojës, veç o përmend në hadith, me një rast kur është e livdume, në Ramazan, kur lukthi është thatë, edhe mund me dalë era, dhe kanë thonë ulemat, të Allah është e mirë kjo erë, se është për shkak të ibadetit. Pasësi nuk do me thonë që të është mjë gjujt njerëzë, mjë shku të Turini aty edhe edhe mu tensionu, mu gërdit njerëzit. Ke kujdes, para njerëzve, afër njerëzve, merë frymë, me hunë, nëzirë me hunë, për arsye se kjo nuk nëzirë, e jo me gjujt. Prandaj, nuk do të asësi mu bë sebeb që njerëzit mu largu prej teje. Na kemi rast kur falmi në një saf me njerëzit. Edhe ti nuk mundesh mu falë prej erës keqet ti. Në rregull është të punu, halal i koftë, Allah e rujt. Ajo tjetër, arsuetojmë 100%, edhe dorën e punëtorit e puthim. Sepse ajo është inderum. Njeri të nejë në shpit, dhe më thonë, për pikë qefit, s'pastrohet, nuk asi, nuk i nërën robat, nuk qëtë parfem. Në Islam është ndaluar përmenda dhe javën e kaluar, por për shkak se lidhen senet. Rrobat e brendshme me i pastru, me i ndru. Nuk i takon besimtarit me i ra 2-3 pika urin në rrobat e brendshme ai mu fal, nuk i pranohet namazi. Çka bën ai tjetri atje, ai zotnia që për jashtë ka domethënë kravata, ku e di çka këmisha të bardha, se mos ta prekë dikon me kravat, mos po keq kupton. Edhe mrena opton sariu kanë bë teshat. Është pahishme kjo për besimtarin. Majni pastërtin, majni nivelin. Një prej sebepeve të dashur vëllezër, ku shejtani vrejet që njeri ka magji, merreni me kujdes, është se e do pa pastërtin, i çon e do pa priton më la. S'do më la. Na kemi raste kur vjen baba ose vet vjen thotë që po duam pasha Allahin. Era i vjen na them katonar që mërcin, e dini atë. Edhe ti 100% unë ta garantoj që ai ka magji, ka shejtan, se shejtanët e dojnë në vendin ku është papastër. Një prej formave se si magjistarët bashkëpunojnë me agjent, është se shkojnë magjistarët ose aty ka një dhomaj
ku i mbledh bërllogët, ose shkon të një vend ku ka bërlloge, edhe rrin atje pala pasi me orë të tëra me ditë derisa të vjen ti përgjigjet shejtanit i thotë po tash. Edhe rrin pala, edhe e merr Kur'anin e gjunë për bërlloge edhe vetë rrin pa pastru për më ju përgjigj shejtanit, një prej lidhjeve që shbohen mes magjistarit edhe shejtanit, e gjinit. Edhe njerëzit të cilët janë smut, s'kan qef më ula. Rrin, i vjen era. Kjo është ndalume. Pastërtia pastaj hekja çimeve në pjesët caktuar të trupit. E dini ju, nën sqetulla dhe tek organet gjenitale, po e tham ma me kujdes. Është obligim, edhe kjo njëjtë sikurse prejmja thojve, në 40 ditë mas shumti nuk guxon më të i kalu. Pas kujdes në këto gjana, sepse ju e dini, at-tuhuru shatru l-iman, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, pastërtia është gjysma e imanit. Tash ulemat te fjala pastërti e kanë lidh, kanë thonë është për qëllim pastërtia, çdo lloj pastërtie, domthonjë që hyn abdesi, gusli, premja thojve etj. Do kanë thonë është për qëllim abdesi me namazin. Abdesi me namazin, pse? Pastërtia e trupit për namaz është abdesi. Pastërtia e shpirtit është namazi. Prandaj domthonjë imani pastërtinë e vet, gjysën e pastërtisë imanit e ka namazin. Ai që fal namaz, gjysat e problemeve shpirtërore i ka të kryme. Zakonisht në parim, ai që fal namaz nuk bën gibet, ai që fal namaz nuk bën munafik, dyftërsh, ai që fal namaz nuk shkon tyrbe, ai që fal namaz nuk i beson të vdekurit me lut. Pra gjysma e besimit është rregulluar me namaz. Kurse pastërtia fizike është përmes abdesit ose guslit nëse ka nevojë. Keni kujdes të dashur vëllezër, pse po shtrëngojmë më shumë se sot janë mundësiat, elhamdulillah, janë mundësiat për pastrim. Sot nuk është më ajo koha kur edhe një vërejtje po duhet me të rek. Kur të merr një abdes, munduani mi la për shembull këtu nëse merr një abdes dikush, ka më të mirë etj. Jo me gjysma e llomit në kam, gjysa ka nëpër papuçe, gjysa ka me atje ku e diçka dhe nëpër xhami domethënë shajat e komve. Veshë çorapët pak ma çetje ma larg sepse këto të pijat e kanë atë sistemin që nëse po lagën, pasi pa shku me la, masane me detergjente të caktuar nuk pihet çetera. Prandaj për hatër të shoqënisë pak lodheni veten ata të cilët kanë mundësi. Ju kërkoj falje nëse pa qëllim dikon e kemi prek, lësë Allahun që të na bëj për atyre që jemi të kujdesshëm me pastrojmë shpirtin ton, pastaj edhe trupin ton, edhe fizikun ton, sepse tek e fundit ne jemi besimtar, të cilët edhe shpirtnisht mundohemi më kanë sinqert, por edhe fizikisht të pastër. Allah na fal.